Dhe thonë pastaj që kolegu s'ka të drejtë, mirë mëgjes, në ratë parë 20 maj dhe pse ka të drejtë kolegu. Vazhdo në mban pemë në Krishtlindjes. Mbaroj vit? Iku vit 20 maj, dhe më dhënë... Shiko, kolegë, një vit ikën, një vit tjetër vinë. Po, pra. Unë dua 2 ditë ta ngre, ta vë aty të sipër të raftit, ta palos, dhe 2 ditë ta shpalos. Kush mi falë 4 ditë nga jetë? As njeri. Kështu që zëre sikur jemi në... Ja, iku maj... Sot të falin 4 vota, jo të falin 4 ditë nga jeta. Bra, me qëra fjalla, nëse ndiheni të padobishëm, mësoni që 29 deputet, kandidat për deputet, nuk votuan as vetën. Janë ta kandidatët që këto partit e vogla i futën sa për numër. Me zero, po mima tash i dreqi të haj, jepi një vot vetës. Po i, qofse unë futë... Rrit vetë vlerësimin. Qofse unë futë babaj, në një rast teorik. Dhe babaj bëm fushat për mua. Për ty. Në një rast praktik, si që ishte babaj Zotit Braçe. A i nuk kapset marri votat për vete, a i voton në djalin. Me një vot, që të kuptosh që jeton. Jo, ne japim shpirtin të afrëm. E qartë. Jo, në matematik, koleg, mund të kështë dajt me minus 30 vota. Duke i thënë 30 vota. Po, dhe kjo logjik mund të funksionoj, por matematika në Shqipëri nuk duhet. Është treni bulgar me indjetro kë. Ky që treni bulgar me indjetro. Kuptova. Mirë mëgjes Bulgari. Mirë mëgjes. Si e sot? Je bërë shumë me bulgare sot. Bulgare? E bukur, do të në thoshte. A i tha asociacion. Mami. Mami, nga Bruxelli. E shikon. Ka një mrekulli. Ka hequr perdet e vjetra. Motra. Ka hequr perdet. Dhe nuk Koleg, ka ardhur moda e viteve. ricikluar, koleg. Shikon, është një perde, kjo që është për. Ka kushtuar më shumë se pema jote të vitit të ri. Pema ime është 13.000 lekë vjetra, atëherë kjo pas ka vërë 15.000 lekë. Jo. Kolegu e përdor pemën jo për ta zbukuruar, por në çdo dek të pemës ka lënë të lintat e plazhit, këto domethënë, dhe po të shkosh në shtëpi. Për kollaj. I ka të vogla. Po, çka ka? I ka të vogla thotë për Të linda. Se je i dobët, Të kuptim. Koleg, më pëlqen shumë. Je shumë mirë, je jashtëzakonisht. Duket nga etiketa që ke këtu që është 88. Jo, është kufjar e regjia, më ka lënë hapur një mikrofon. Nëse ka në një gjë nëse dëshiron madje që të trembet kolegu, thuaj Harley Davidson. Mos. Pse? Të lutem, mos. Po është motor me sa stadion. Këtë mos e thuaj. Është motor. Por ne jemi brezi që jemi rritur me një film të jashtëzakonshëm. Harley Davidson e Marlboro Man, në qofse të kujtohet. Don Johnson dhe Mickey Rourke. Po Harley nuk është... Dy herojt e mi të para të Po, Nuk është marrë motori. Cili Harley Davidson? Po. Është e famshme, është mitike. Ka një gjë që ti Sirena Ulti. Rivar në timon, nuk pjekin ka më falë. Është një lloj Sirena Ulti. E mban mend si film të apo? Patjetër. Këtë dhe Tango and Cash. Këto janë dy mrekullit e viteve 80. Të viteve 80, të cilat të manistin. Ka qenë dhe një aktore shumë e bukur te Marlboro Man. Po. Ja ta gjej në sekond. Më duket se ka qenë ajo Desperate Housewives. Ndoshta ta gjej në moment derisa të vazhdosh ti me Harley Davidson. A janë motora? Jo, janë autobus. Ja. Harley Davidson janë autobus. Ase nuk e di, Harley Davidson mund të bëhet çfarë duash ti, domethënë. Bëhet dhe krem fytyre? Bëhet dhe trem bulgar po deshe. Pse bulgarë, sot pëse? Po, se di këtë dhe të bulgarë. Nuk e di. Me gjithë le të shohim se si Harley Davidson kthehet në autobus. Koleg Chelsea Field. Po, sot që ka një zojë nderuar, me nipër me mbesa, me stërnipër me stërnipër. Sa të vjetë që Kthej pak Jo, këtu është kur ka qenë re. E mirë, ka qenë shumë simpatike. Shumë mirë. Por vajzat e ka thënë Serenata Korçar. Le të shohim Harley Davidson. Koleg si është bërë? Mickey Rourke tashmë nuk njihet, është bërë si... është bërë Mick Kirurg. Po. Kur sheh Mickey Rourke, bindem që shumë vajzat showbizit shqiptar nuk e kanë të ardhmen aq të mirë sa që mendojnë sot. Nuk e kanë, është vërtet. Duhet përgatitet për më të keqen. Po, pra, dhe të mendosh që Mickey Rourke nuk i ka bërë... Por ka bërë. Ama, tani, Mickey Rourke vajti 70 ca vjeç apo jo? Nuk është aq i madh. Nuk është aq i madh, po operacionet plastike i ka bërë si i madh. Marr vesh. Tani vjeç. Martesa është një nga, për shembull, është institucion. Po, institucion. Institucion i pavarur. Me qëra fjalët e Mickey Rourke, domethënë 9 javë gjysmë.
I zjati martesa? Jo, film i famshëm me Kim Basinger. Këta kam parë nga Marvel, që janë këto filmat me superheroj. Ku ka qenë edhe remake, ose coveri i këngës së famshme, You Can Leave Your Hat On. Këto hiç Po sa vjeç jeni ju? Sa vjeç jeni ju? 9 javë gjysmë, domethënë ka kullu gjithë qyteti te 9 javë gjysmë. Nuk e di. Nga emocionet e kisha fjalë. Çfarë romans. Ke parasysh Çfarë eros. Tash janë kot, tash janë kot. Po. Por 9 javë gjysmë mbarojnë dhe prandaj është film i bukur sepse dashuria në atë rast nuk përfundon në sepse nëse do një rast ku dashuria përfundon në është Pretty Woman me Richard Gere nga rruga dhe ç'a bën? Ajo e kishte 100 euro orë, ky i dha 3.000 $3.000 për gjithë fundjavën. Po ti pestosh i biten me 55 euro orë, dollar orë. Edhe këtë llogarit. Si mund ta llogarisësh shumë? Tash njeriu duhet bëj matematik. Pra çmimin e. Pra skenaristi dobët shumë ai. E mësoj të ishte zonë në fund. Por kanë kaluar vite, ata janë të martuar, ajo nga 3.000 euro ora faljava, tashmë është këtu një grua e zakonshme, që të kërkon llogari, dërgon SMS, e kështu me radhë. Prandaj le të shohim se çfarë të përbashkët ka gruaja dhe krokodili. dobët. Krokodili është një lloj zvaraniku shumë i rëndësishëm për politikën shqiptare. Po. Mos e haro këtë. Crocodile Rock, kënga Elton John. E mirë, nuk pas ka faj. E të meshme. Dhe unë kështu do kështë reaguar në një stil. Dua shek, për shkurt, për s'ka Po. E ma, tani e ti të më... Janë sa gjëre që në mbeten. Po, pra. Tani, shqiptarët janë ndoshta popull i vetëm, unë nuk njoh popull tjetër, mund të ketë edhe tjerë, domethënë që e blejnë apartamentin grop. Jo në grop, ne e blejmë në ide. Në ide. Dgjoj, shikon atë tokën aty po, do bëj një apartament, më jep 2 apartament, më jep dhe dyqan. Që ta kem. I jep lekët për një herë dhe e blen në grop, por pastaj gropa bëhet themel, pastaj bëhet grehin, pastaj bëhet pallat e kështu me radhë. Dhe ka dhe që tjetër, që në të tre blejmë një apartament. Kush ta zoj pare? Ka ikur. Është kompeticion, domethënë është çështje kompeticion. Por kur e blen në apartamentin, do t'i kështë të shohë si ecin punimet, apo jo? Patjetër. Dhe ta ndjej si ecin punimet, koleg. Kuptove, besoj. Ai ka s'ka për të marrë kur. Varet nga zona. Asnjëherë, por kam përshtypjen se këta janë konkurrenca. Me sa duket i dërgon ato çingjie, është koncert të vit. Opozita se zoguzi. E qartë. Hap zogu i parë, më fal. I parë. Tani. Me kujdes, sepse kolegu ju një moshë duhet pasur kujdes edhe për shëndetin mendor, sepse shtohen to gjatë vogla. Shëndetin mendor na e ka në dorë televizioni, mediat. Nuk kemi kohë që kemi hap televizorin. E kuptoj. Por e rëndësishme është që po rëshkite, njerëzit që të rinë afër, mos i merr me vete. Se për ndryshe del ka njeriu nga një personazh mund të përfundoj një personazh tjetër. Megjithatë, media ka një të mirë, koleg, se dëgjojnë gjithë. Pra dëgjojnë edhe njerëzit që s'të duan, po edhe njerëzit që duan, dhe njerëz të afërt. Dhe ti drejtohesh atyre nga ekrani. Po që ti kesh këmbët në tokë, duhet të kesh motivues. Unë deri dje kisha një motivuese. Grida Duma. Atë ka kolegu dhe ka shumë. Atë ka kolega, aty s'mbajun. E kam tradhtuar, sepse motivuesi më i mirë në mediat shqiptare, as më shumë as më pak, po është një yll. Një yll. Po sa i ngjan, more, sa i ngjan. Ka hien vetëm, po të syzet nuk. Apo çka ke psikun. Ja të shohim porosit që na ka lënë ylli. Do të ketë shenjë një çik kështu të rënda sa të lehtë që ka dhënë me kohë. Kam një pyetje. Si të bëjmë, më mbyllin në shtëpi, mos më nxjellin televizor, domethënë Shiko, ata e thonë je mirë, se nuk do ta kemi në për. Nike je mirë shumë sot. Shumë thonë mua të paktën. Nike je mirë, shkon në televizor. Ka qenë gjithë jetën, nuk është se ka lëvizur. Jo pra jo, domethënë unë flas për 30 e ca vjet që e njoh, domethënë kështu ka qenë gjithë jetën. Flas për veten time. Ke qenë shumë serioz. Po. Po ke pas ku redaktor më? Po. Si shkonit mirë? Mirë, po ne e kishim frikë për gjithësi. Po, ka pas jetë rëndë. Po.
Por si me të pas frikë ty më kolegu, Po sepse ke pa vetëm anën time të mirë. Po pra, se ke pa kryetaktor ako. mirë. Lidhja e parë direkte do jetë nga Kosova. Do të kemi Petrit Klokoqin, është sipërmarrës dhe kryetari i shoqatës së gastronomëve të Kosovës. Jo, nuk do na bëj kritika neve për pjesën tonë gatimit, jo, por do flasim për një maraton që ai ka marrë pjesë vetëm përpara 2 diteve. Bëhet fjalë për maratonën e Helsinkit, me një qëllim për flamurin tonë shqiptar. Okej. Petriti bën shpesh maratona me kauza të ndryshme, ku përpara 1 muaji vrapin ja dedikoi tezës së tij. Një fatkeqësi familjare, ku vajza e tezës fatkeqësisht ka humbur jetën. Ky vrap ishte për të. Plot 42 kilometra. 42 kilometra. Në Kroaci, në vendin ku ata dikur bënin pushimet së bashku. Jashtëzakonshëm, mendimi shumë i lartë. Po, unë kam gjithsesi një pyetje. Po. Pse ai, domethënë Petriti, vrapon me portofol në brez? Po ndalet rrugës, ble ujë, diçka e tillë. Maratona e radhës. Maratona e radhës do jetë me Ramush Haradinajn, po se ku do na tregoj pas parë. Urdhë? Sekondë shi. Ramushi do bëj maraton? Ai gjithmonë Ramushi është një nga njerëzit më sportiv që unë njoh. Po ti çfarë bën përveç stand-up komedi? Në Kosovë gjithë bëjnë maratona. Për shembull tani është bërë hera e 18 ose 19 që u dështon konstituimi i kuvendit dhe Albin maratonisti vazhdon me të njëjtin emër, nuk e vret mendjen fare. Do marrësh pjesë në gara? Jo, faleminderit, e kam makinën me defekt, nuk bëj do 42 km. Po. Nuk i mban. Si rrugulluan njëre, makina i mbeti nga rashtë. Pastaj do ju tregojmë një histori dashurie. Po, një vajzë nga Tirana nuse në Afrikën e Jugut. Do i kemi në studio? Do i kemi në studio, kanë ardhur dje nga Londra dhe ndalesa e parë është në studion tonë. Po. Dwayne Whitman është bashorti, e Jon Andreu është vajza jonë shqiptare. Janë duke bërë përgatitjen për dasëm, por me një kusht. Kjo dasmë do realizohet vetëm nëse krushit mësojnë të kërcejnë valle shqiptare. E Jona çfarë ka bërë? I ka çuar një kurs vallëzimi, dhe duke mësuar valle shqip. Bravo. Një video në fakt është bërë virale, dhe shumë vajzat të tjera që presin të martohen me djem shqiptar tani, i marrin këshilla falas e Jonës. Po di në i fjalë shqip dhëndri? Jetia i që bëm pyetje. Do më thënë, mi që nuk ka djem këtu, po dhe këto djem shqiptarë që janë këtu, do vinë vajzat nga Afrika ju... Jo nga Afrika, nga bota. Po nuk kanë sy more kolek të shojnë, shty bëm tani. Qa ke ma, qa ke dhe më thënë? Po ka dhe Afrikanet bukra, dhe më thënë pëse. Po ma, si ka i këndalë të thinja. Që thua? Si ke parë? Unë thinja. Pas ka se flasim pas taj, pra. Në thinja ti? Unë thinja. Shifë me kolek? Jo, është drita i kibi. A, është drita? Kanë dalë drita? Kolek. Vazhdoj më të. Vazhdoni ju programin se unë do iki. Jo. Iku, baroj. I fiku thinjat, i fiku dritat. Po pëse qa ka, ja u për shembull që kam 3-4 thinja më shumë se ty, qa kam? Tu shtofshin o zot. Mirë, në lidhje direkte, kemi Xuxin, Xuxi. Rikthehet në programin tonë për të promovuar projektin e tij më të ri, tani kështu i themi, projekt. Nuk i themi këngë. Nuk i themi këngë. Hynesh e Prishtinës. Hynesh e Prishtinës, Xuxi. Po. Shu do jeti veshur, besoj? Nuk e di si do jeti veshur. Super personal. Unë atë Big Brother Kosovë vetëm për Xuxi. Edhe unë për Xuxi të shikoja. Dhe u knaqja shumë kur e nxorën atë që nuk e lete Xuxin me fol, domethënë që nuk ja themi emrin. Gjesti. Po do flasim edhe për marrëdhënien e Gjestit dhe Xuxit, që kanë qenë në njëjtin edicion në Big Brother VIP Kosova. Po. Ndërsa te gatimi dua t'ju them për dje, Florenca gatoi banane me djath. Po e pam. E gjykova. E para gjykova. E para gjykova. Gjykova Florenca, para gjykova recetën diçka bëra. Ishte gjëja më e mirë që kam ngrënë ndonjëherë. Nga Florenca. Nga Florenca. Domethënë deri tani Florenca e ka fut kod. Jo se ka fut kod, po ishte surprizë dje. Ishte surprizë. Mirë, atëherë mësoje, bëje në shtëpi edhe na sjell ta provojmë. Pse? E mësova dhe e bëra. Po ku jam? E bëra. Nuk ta solla aty se nuk e meriton. Atëherë, vazhdojmë koleg me 5 folja dhe kungull. Shumë mirë. Ma ka sjell Florenca vet foton se u rregj nga fotot që marrën. Ja të shohim foton që kanë sjell Florenca. Okej, quhet. Më në fund.
Më në fund, finalmente. Do më në 5 foliat me kungull, kjo po. Kjo po, i kemi gjitha përbërësit, foton, erë tjetër me ja vetëm Florencës foton. Nuk ke një variant si do ishte foto jote, të pak të bëjmë krahasimin unë. Jo, më mirë, sot po alë surpriz. Sot po alë surpriz. Nuk po lënë në këtë surprizën e Florencës. Qenë ka një mrekulli. Mirë, pra, atëre, ti e di këngën e famshme Rihane, është këngë e Kosovës. Rihane çfarë na bane? Po, është këngë që ne kemi parashikuar Rihanën që në vitet 70. Po, me këtë këngë. Rihane. Friend of mine. Mihane. Po, okej. Tashi, tani. Për një më e bë të rë, thot profesori.